Besimtarët katolik kanë hyrë në javën e madhe të Pashkëve. Këtë diell në katedralën e Shkodrës është kremtuar dita e Larit ose dita e Palmave, që njofton ardhin dielës së Pashkëve të ringjalljes së Krishtit. Mesha është i drejtuar nga qytetari i Shkodrës, i Mzot Giovanni Peragjine, i cili kërkoi besimtarëve të ndjekin rrugën e Jezusit. Jemi të ftuar duke filluar javën e madhe të qëndrojmë në të vërtetën në heshtje, të qëndrojmë në meditim, për të kuptuar akoma më shumë çfarë Jezusi ka mësuar për të gjithë ne. Në këtë javë mbaron, sot mbaron kohën e Kreshmeve, në të cilin kemi qenë të ftuar të kthehemi te Zoti. Kemi qenë të ftuar të zbulojmë dashurinë e Tij për ne. Ky është momenti në të cilin Jezusi ka treguar plotësisht, përfundimisht dashurinë e Tij, pikërisht duke vdekur mbi kryq. Pikërisht duke pranuar kryqin. Jezusi vullnetarisht ka pranuar kryqin. Jezusi ka fliuar vetveten. Jezusi ka treguar plotësisht dashurinë e Tij për ne, pikërisht duke pranuar kryqin. Janë disa gratë që kanë ndjekur Jezusi deri në fund. Janë edhe kriminalët, kemi dëgjuar. Një prej tyre ka kërkuar faljen për gabimin e vet. E Jezusi, ashtu si kishte falur, ka falur ata që e kanë kryqëzuar, i tha: sot do t'jesh me mua në paradis. Është mbi kryqin që Jezusi edhe për secili prej nesh tregon dashurinë e Tij. Duke falur, duke qëndruar me ne deri në fund. Ai në të vërtetë, si kemi dëgjuar në leximin e dytë, u përuli vetveten, duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Prandaj edhe hy e lartësoi. Lartësimi i Jezusit tregohet pikërisht në momentin e kryqit. Qëndrojmë edhe ne në heshtje në këtë moment, por mundohemi edhe në këtë javë të qëndrojmë në meditimin e mundimit të Jezusit, për të zbuluar dashurinë e Tij të madhe për secili prej nesh, e për të kremtuar si duhet momentin e ringjalljes, kur do të bëjmë takimin e hyrnë me Krishtin, që na dhuron jetën e re me ringjalljen e Tij. 3 çastet kulmore të kremtimit të ditës së Larit janë procesioni i palmave dhe degëve të udhëllirit, bekimi i tyre para kremtimit të meshës dhe me paqet liturgjisë së fjalës, kujtimi i mundimit të Jezusit, simbolika e dielës së Larit për besimtarët katolik, përkujton ditën kur Jezu Krishti hyrë në Jeruzalem dhe shënon fillimin e Pashkës.